Lëvizja ICF, pjesë e cilës është ICF Tirana dhe ICF Fieri, është më së shumti gjermanisht folse. Edhe për mua ka qenë shumë domethënëse në ato vitet e para kur shkoja në takimet e grave të pastorëve apo drejtuesve të ICF-ve, dhe aty e dija që kisha një fytyrë të ngrohtë që mund të bisedonim shtruar anglisht, të hapnim zemrën, dhe Zoti më ka bekuar kaq shumë me miqësinë e saj. Ajo vjen nga ICF Bule dhe është Emanuel. Welcome. Hi. I have no idea what you just said, but thank you. Thank you. Only good stuff. It's such a pleasure to be here. Është kënaqësi e madhe të jem këtu. And I wanted to say thank you Edhe dua të them faleminderit because you gave me rain. sepse më dha shiun. I'm English, you see. Unë jam britanike nga Half Britania e English, Madhe. half Swiss. Gjysmë angleze, gjysmë zviceriane. I live in Switzerland, Jetoj në Zvicër. but I miss the rain. Po më merr malli për shiun. So you guys ordered the rain for me. Edhe ju porositët shiun për mua. Në fakt ne u lutëm të ndalonte. Thank you so much. To Thank be you. honest, we prayed for it to stop. Yeah, I know. Ada sent me a message this week saying, please pray. Unë I çova një foto të parashikimit të motit këtë javë, edhe I thash të lutu. But I'm so happy to be here. Jam shumë e lumtur të jem këtu me ju. I love your pastor, Ada. Më do shumë mua dhe unë e dua atë shumë. We love laughing together Na pëlqen shumë të qeshim bashk, and being spiritual together. edhe sigurisht edhe të rritemi shpirtërisht bashk. And we love what you're doing as well with the Jonathan Center. Na pëlqen shumë ajo që po ndodh tek Qendra Jonathan. And with our church this year, we're raising funds to be able to help and give you money as well. Edhe këtë vit kisha atyre po mbledh fonde që të mbështesi punën e Qendrës Jonathan gjithashtu. So, Faleminderit shumë. Thank you so much. welcome. I have a question for you today. Kam një pyetje për ju sot. Have you ever made some really funny, embarrassing mistakes? Ke bërë ndonjë gabim shumë të sikletshëm, domethënë ndonjë gjë qesharake. So you have the standard ones. Për shembull këto standardet. Okay, when the waitress says, have a good meal, Kur shkon në lokal dhe kamareri të thotë bëft mirë, and you say, you too. e ti thua edhe ty. And then you're like, ah. Dhe pastaj kujtosh, po. Or when you're waving to someone, Ose kur ja bën me dorë dikujt, and then you're like, oh, that's not who I thought it was. mendova që e bëja vetëm unë. You're like, Edhe pastaj kujtohesh thua, nuk mendoj që ishte personi që unë mendova që ishte. My husband made a good mistake the other day. Burri im bëri një gabim shumë të mirë para pak He ditësh. got into the car at the school car park Ai vajti me makinë në parkimin e shkollës, and then realized that it wasn't our car. edhe kuptoi që nuk ishte makina jon. He was like, oh, I need to get out of this car. Më kujtua me njëherë që duhet dal nga kjo makina. And then there's my mistakes, which are quite good. Edhe pastaj janë gabimet e mia që janë shumë të mira. Okay, once I was at a bus stop, Një ditë isha tek ndalimi te stacioni i autobusit, I got headphones out, put them on, vura kufjet, and then I saw something flapping in the breeze. edhe pastaj dëgjoj një gjë që bënte zhurmë nga fryra e erës. And it was a sanitary towel. It was what? You know, for your period. Yes, Oh! yes. Dhe bashkë me kufjet kisha marrë me një linës. And you're just like, Na falni çuna që janë këtu. just like, hi, I'm just gonna, tidy Dhe that. pastaj me shumë kujdes e hoqa dhe futa në xhep. Or my best one. Ose gabimi më I mirë. I was in Instagram. Isha në Instagram, I was going through stories. po kaloja në për story, po scrollja. And there was a guy who I follow Edhe ishte një djalë që unë e ndjek, who had decided to have a sexy, hot photos group. që vendosi të krijonte një grup me foto të nxehta. And I was like, oh, no, let's pass the story. Edhe unë thash këtë foton ta kaloj. And I saw little flames go up. Dhe kur po prisha ta kaloja, pash flak që shkonin në për fotot e tij. And then my phone went flat. Edhe telefoni im u fik në atë moment. My husband was next to me. Burri im ishte ngjitur me mua. I said, honey, I thash, zemër, I think I just did something really bad.
Mendoj që shtypa diçka shumë të keqe. I quickly charged my phone, E karikova telefonin shumë shpejt and effectively, dhe dukshëm. the guy had written to me saying, "Are you sure you want to be part of this group?" Dhe më thot, je sigur që do të bësh pjesë e këtij grupit me këto fotot? I was like, "No, Dhe i thash, jo, thank you. faleminderit shumë për ofertën. Have a great day. Kalofsh mirë, Goodbye." mirëpafshim. So sometimes we make funny, embarrassing mistakes, Kështu ndonjëherë ne bëjmë disa gabime qesharake, but mistakes are not always funny, por gabimet nuk janë gjithmonë qesharake. and they're often hard for us to face. Ndonjëherë janë shumë të mëdha për ne për t'i përballuar. And we're going to see a story of someone who made a mistake and see how Jesus deals with it. E do të shikojmë historinë e dikujt që bëri një gabim dhe se si Jezusi u mor me të. We're going to see the story of Peter. Do të shohim historinë e Pjetrit. Okay, that's a mistake right there. Ja dhe një gabim. Okay. So Jesus has told Peter Jezusi ka thënë Pjetrit that he's going to deny him 3 times. që Pjetri do ta mohojë atë 3 herë. But he didn't want to listen. Po Pjetri nuk dëgjoi. He was like, "No, Lord, never. S'ka mundësi kurrë në botë. Even if I have to die, Edhe nëse më duhet të vdes, I will never deny you." kur s'do të të mohoj ty. Just like before we're parents, Ashtu siç ne përpara prindërve, we're like, "I will never do that with my kids." përpara se të bëhemi prindër ne themi unë s'do I bëj don't kurrë know me what- fëmijën tim. I don't know what it's like in Albania, Nuk e di si është në Shqipëri, but like in Switzerland, we're like, "I will never shout at my kids. po ne në Zvicër themi unë kur s'do të bërtas I will fëmijëve not të mi. be like my parents. Unë nuk do jem si prindit e mi. I will never bribe my kids." Asnjëherë nuk do t'i ble, nuk do t'i korruptoj fëmijët e mi. And how often does Jesus try to warn us, Dhe sa shpesh Jezusi përpiqet na paralajmërojë ne, but we don't want to listen? po ne nuk duam të dëgjojmë. Okay, he's like, "You should take time to rest." Ai thotë, di çfarë të duhet kohë për të çlodhur. You're like, "No, Lord, it's all good. I'm not tired. I'm all good." E ne jemi, jo, s'ka nevojë, jam shumë mirë, nuk jam e lodhur, është në rregull. Or he says, "You know what? That guy, not good for you." Ose ai thotë, di çfarë, ai djali nuk është i mirë për You're like, ty. "No, God, it's all good. Ti thua, jo, Zot, është shumë i mirë. I've got it under control. E kam në kontroll situatën. I'm going to change him." Do ta ndryshoj unë atë, ta bëj dhëndër. Yes, yes. Or God is like, "Don't eat from that tree. Ose Don't eat from that tree." ajo që Perëndia po thotë është mos ha nga ajo pemë. And you're like, "No, but it looks really juicy and ripe." Po ajo është e lëngshme, e pjekur mirë. And so what happens? Dhe çfarë ndodh? Jesus has been arrested Jezusi sapo është arrestuar, and he's being tried. edhe po gjykohet. And Peter is in the courtyard waiting to see what's going to happen. Dhe Pietri është në obor, duke pritur se çfarë do ndodh. And we're going to read in John. Do ta lexoj tek Ungjillësi pas Gjonit. Do ta lexojmë anglisht dhe unë do ta përkthej, por ndërkohë e keni vargun në plot edhe në ekran. What she said. Okay. "You aren't one of this man's disciples too, are you?" she asked Peter, someone who was in the courtyard. Një grua në obor e pyeti, "Je dhe ti një nga dishepujt e Jezusit apo jo?" He replied, "I am not." Pietri thotë, "Jo, nuk jam unë." It was cold and the servants and officials stood around a fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself. Ndërkohë dhe shërbëtorët kishin ndezur një zjarr dhe Pietri po rrinte dhe po ngrohej me ta. You're doing it off by heart? No. Oh, okay. Wow. Po e thua përmendesh thotë? So they asked him, "You aren't one of these disciples too, are you?" Edhe ata e pyetën, "Dhe ti je një nga dishepujt e tij apo jo?" He denied it, saying, "I am not." Ai e mohoi, tha, "Jo, nuk jam." One of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him. "Didn't I see you with him in the garden? Didn't you cut off my cousin's ear?" No, I did that bit. Okay. Again, Edhe nga një shërbëtor të kryepriftit që ishte farefisja atij që Pietri kishte prerë veshin, tha, "As të pash në kopësht me të, je një nga kushrinjtë e tij që rri me ta." Po këtë e shtoi Emanuel. Okay. Again, Peter denied it, and at that moment, a rooster began to crow. Dhe sërish Pietri e mohoi dhe gjeli këndoi. You see what Peter does here? E shikoni atë që Pietri bën këtu. It's not a small thing.
Nuk është gjë e vogël. It's like, oh, okay, denied him 3 times. Nuk është që, okay, mohova Krishtin 3 herë. No, he has just distanced himself from Jesus. Ai e ka distancuar veten e vet nga Jezusi. Just like Adam and Eve in the garden distanced themselves from God. Njësoj si Adami dhe Eva në kopsht e distancuan veten nga Perëndia. He has done the same thing. He said, no, don't need his presence. Ai po mund të njëjtën gjë, thotë, jo, s'kam nevojë për praninë e tij. He's made a big mistake. Ai ka bërë një gabim shumë të madh. And you see, we are marked by failure. Edhe shikoni, ne jemi shënjuar nga dështimet. We have failed. Ne kemi dështuar. And what happens when we fail? Po ç'a ndodh kur ne dështojmë? You see, I brought this all the way from Switzerland. E shikoni, e solla këtë që nga Zvicra. God gave me an image. Zoti më dha një imazh I'm obeying, okay? dhe unë u binda. Okay, oh, it's not going to work. Okay, but pretend I'm balancing, okay? Shiko, nuk mendoj që do funksionoj, po pretendoni sikur unë po balancojmë te ky litari. Life is a balancing act, Jeta është një vepër balance. okay? And one that we're not very good at. Një aftësi që ne nuk kemi dhe aq të zot. And so we fall. Kështu që ne bjem. And what happens when we fail and we fall? Po ç'a ndodh kur ne dështojmë dhe bjem? There's 3 things that we tend to do. Ka 3 gjëra që ne synojmë të bëjmë. Okay, so we're trying to do life, we fall. Ne po përpiqemi, we try to do life. We're trying to do life and then we fall, we fail. Ne përpiqemi të kalojmë jetën dhe bjem, dështojmë. Okay, and the first option is that we fall one side, Opsioni i parë që ne bjem nga njëra anë, and then we're like, okay, so I need to lean more this side, and so we fall off the other side. edhe pastaj themo duhet të peshoj më shumë nga ana tjetër dhe bjem nga ana tjetër pastaj. Martin Luther said this: Martin Luther tha kështu. the world is like a drunken peasant. If you lift him into the saddle on one side, he will fall off on the other side. Bota është si një fshatar të idehur që nëse e hip në kal nga njëra anë do të bjerë nga ana tjetër. And you see, in Western countries, we see this very clearly. Edhe në vendet perëndimore ne shikojmë këtë gjë shumë qartë. Okay, we're like, we vote right, Ne bjem nga ana e djathtë. and it's a disaster. Është një rrëmujë e madhe. And so we're like, you know what? I know what we're going to do. E themi, e di se ç'a duhet Okay, we're bërë. going to vote left. Do anojmë që nga e majta. That's going to make it better. Do ta përmirësojmë kështu? It doesn't work. Nuk funksionon. Or in education, Ose në arsim. we're like, kids should be seen and not heard. Ne themi që fëmijët duhet të shikohen edhe jo të dëgjohen. And now, that was the old generation. Ky ishte brezi I vjetër. And now the new generation is like, kids should be listened to Dhe tani është brezi I ri që thotë fëmijët duhet të dëgjohen and should be able to do whatever they want. dhe të jenë në gjendje të bëjnë çfarë të duan ata. We go the complete opposite way. Kemi shkuar komplet në anën e kundërt. Or we invent cars and planes so we can travel. Ose ne shpikim makina e avion që të mund të udhtojmë, And then we fall the other way and we say we should not travel. por pastaj themi e di çfarë nuk duhet të udhtojmë fare, shkojmë në ekstremin tjetër. And we should count how much gas a cow produces. Duhet kemi kujdes të llogarisim sa naftë, sa gaz harxohet. Or in the church, Ose në kish. we're like, theology and doctrine is the way. Doktrina e shëndosha, jo është thelbi. And then we're like, no, Edhe pastaj shkojmë në ekstremin tjetër themi jo. the Spirit is the way. Fryma e shenjtë është e dura. And we struggle, we just fall from one side to the other. Edhe përplasemi sa në një anë tjetrën. That's the first way. Kjo është mënyra e parë se si ne merremi me The other thing we do when we fail dështimin. Mënyra tjetër, is that we fall, we fail, ne bjem, ne dështojmë, but we don't want to admit that we've fallen and we failed. po s'duam ta pranojmë që ram dhe dështuam. And so we just pretend like it's all good. No, I'm still in God's plan. Por edhe themi, çdo gjë në rregull, asgjë s'ka ndodhur, çdo gjë është në planin e Perëndis. But we start going in a completely different direction. Por kemi filluar të ecim në një drejtim komplet tjetër. It's like when you're driving Është njësoj sikur ngjet makinën, and you've made a mistake.
Edhe ke bërë një gabim, but you don't want to admit you took the wrong road. po ti s'do ta pranosh që more drejtimin e gabuar. And so you're like, it's a shortcut. It's all good. E që s'ka Shortcut. problem, është rrugë e shkurtër kjo. Jemi okay. Or you say something hurtful to someone, Ose lëndon dikë, but you don't want to say sorry or admit that it was hurtful. po nuk dua të kërkosh falje ose të pranosh që e lëndove dikë. And so you try to justify it. Edhe përpiqesh ta justifikosh. And so you go in another direction. Pra po shkon në një drejtim tjetër. Or you fall, you fail, and you lie. Ose ti bie, dështon dhe ti gënjen. What happens when we lie often? What happens when we lie? Ç'a ndodh kur ne gënjejmë shpesh? Often we have to say another lie to cover up the first lie. Shpesh ne duhet të themi dhe një gënjeshtër tjetër për të mbuluar gënjeshtrën e më parshme. And then another one Edhe to një cover up the tjetër. other ones. That's how politicians work, right? Kështu bësh politikan. Okay, and so then we're in another direction. We are no longer on God's plan. Dhe jemi duke shkuar në drejtim tjetër dhe nuk kemi më në planin e Perëndis. And Peter was like this before his big failure, his big mistake. Dhe Pietri ishte kështu përpara gabimit të tij të madh. He was like, no, Jesus, you're not right. Tha, jo Jezus, ti e ke gabim. I know I would never do that. Unë e di që kur nuk do të moja. He was more confident in himself than in Jesus. Ai ishte më shumë konfident dhe i sigurt tek vetja e vet se sa tek Jezusi. He didn't want to face the fact that he had made mistakes and that he could make a mistake. Ai nuk donte të përballej me faktin që kishte bërë gabime në të kaluarën, kështu që mund të bënte And përsëri. so he was distancing himself from God's plan. Pra po e distanconte veten nga plani i Perëndis. But now Peter does the third option. Por Pietri zgjedh mënyrën e tretë. We're going to read in John. Ja ta lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Ai u thot shokëve po shkoj të peshkoj. I than po vime dhe ne me ty. Dolën dhe i me njëherë në bark, por atë natë nuk zun asgjë. You see, we realize we've made a mistake. E vini re kur ne kuptojmë që kemi bërë një gabim. Okay, Peter has realized in other gospels it's written that he weeps bitterly. Në një nga ungjit është shkruar që kur Pietri e kupton që ka bërë gabim, qan me dëshpërim. He realizes he's made a mistake, E kupton që ka bërë një gabim, but he doesn't want to face it. po nuk do të përballet me të. And so he goes back to something that he did at the beginning. Dhe kështu ai kthehet tek diçka që bënte në fillim. He hides behind what he was before. Ai fshehet pas asaj që ai ishte më parë. And you see, there are commentaries that say that we shouldn't read too much into the fact that he was going fishing again. Ka komentarë që thonë që nuk duhet merremi shumë me faktin që ai u kthye në peshkim sërish. Maybe they just needed to eat. Ndoshta kishte nevojë të ante. But I find it interesting that just after Jesus' death and resurrection, Por mua më duket shumë e çuditshme që direkt pas ringjalljes së Krishtit, Peter turns back to what he was doing before. Pietri, pas kryqëzimit dhe ringjalljes së Krishtit, Pietri kthehet tek ajo gjë që po bënte më parë. There hasn't been a mention of him fishing between the time that he was called to the discipleship Nuk kemi momente kur ai peshkon, nga momenti kur ishte thirrur me dishepujt till now. deri tani. And so for me, I see something where Peter is searching for comfort and security. Për mua duket që Pietri po kërkon diçka ku ai të gjej rehat dhe siguri In a destabilizing situation. në një situatë që e ka destabilizuar. After having failed to protect Jesus. Në faktin që ai dështoi ta mbronte Jezusin, After having denied him 3 times. pasi e mohoi 3 herë. Is he trying to find security and comfort by going back to his old ways of doing things? Apo përpiqet ai të gjejë siguri dhe rehat duke u kthyer në mënyrën e vjetër se si I bënte gjërat. And how often do we go back to old addiction, old ways of doing things when we fail? Dhe sa shpesh ne kthehemi në zakonet edhe varësitë e vjetra, në stilin e vjetër pasi ne kemi dështuar. We go back to drinking, smoking, Ne kthehemi tek të pirët, e alkoolit, e duhanit, old ways of doing things, mënyrat e vjetra të bërjes së gjërave, repressing emotions, shtypim emocionet tona, avoiding people and situations, evitojmë njerëz edhe situata, perfectionism, perfeksionizmi, control,
Kontrolli. You see, when I make a mistake or I'm stressed, E keni vënë re kur unë bëj një gabim ose stresohem, I often go back to my old addiction of pressing my spots. unë shpesh kthehem në atë varësinë time dhe stilin tim të vjetër të po, beautiful. Puçrat. Kështu e nuk po aknet. Ta themi një çik më Because we search for short-term relief, sepse ne kërkojmë çlirim afatshkurtër, but it often leads to long-term stagnation. po që çon në një ngecje afatgjatë. But can I remind you something? Po më lejoni t'ju kujtoj diçka. We are not uthul. Is this right? Ne nuk jemi uthull. Okay? Yes. We were not meant to ferment. Nuk jemi krijuar për të fermentuar. Okay? It's powerful. Write it down. You are Shkruani not se uthul. është e fuqishme. Ne nuk jemi uthull. We were not meant to ferment. Nuk jemi krijuar që të fermentohemi. The problem is that we don't know what to do with failure. Problemi është që ne nuk dim ç'të bëjmë me dështimin. We don't know what to do when we fall. S'dim ç'të bëjmë kur bjem, Because we were not made for failure. sepse nuk jemi krijuar për dështimin. And how would we have dealt with Peter if we had been Jesus and he had disowned us? Si do ishim marrë ne me Pjetrin nëse do të ishim Jezusi Okay. e do kishim përballur vdekjen tonë? Imagine, we would have been like, hey Peter, Imagjinoni çik. Ne do ishim se, "Ha, më Pjetër, remember me? më mban më mua apo jo?" You know, the guy you disowned? Ai, njeriu që ti e drathove. Does this sound ring a bell? Cock-a-doo-doo-doo. Të kujton do të gjë kjo? Ring any bells? Ring any bells? Po, të kujton gjë. How you doing? Si je, shoku? Or we would have ignored the mistake maybe. Or, Ignored the mistake. ose e di çane mund ta injoronim We'd këtë be like, gabim. you know what, forget about it. Shoku harroje fare, nuk ka problem. Not everyone can be 100% good, 100% human. Jo të gjithë mund të jenë 100% perëndi, 100% njeri. Let's just never talk about it again, okay? Oh, Le good. mos flasim më për këtë gjë, jemi në rregull bashk. Or we would have rubbed salt into the wound. Ose do kishim gërbishtur çik plagën. I told you you would deny me. Po unë të thash që do më mohoje. And no, you, mister, I want to walk on water. Edhe jo, ti zotria që unë dua të eci mbi ujë. You were like, no, never. Oh, no. Ti këmbgulje, jo, unë kur të mohoj ty. How could you make such a mistake? Si mund ta bëj një gabim të tillë? How could you do it? Si e bëre këtë gjë? Confession time. Okej. Rrëfeu tani? That was me with my husband recently, Max. It was me with my husband recently. Kështu jam sjell unë së fundmi me burrin tim Maxin. Okay, because he did a recipe, Sepse ai bëri një gatim, and instead of 50 milliliters of milk, edhe në vend që të hidhte 50 ml qumësht, he put 500 hodhi milliliters of 500 milk. ml qumësht. And I was like, how could you do that? Edhe unë fillova, si mund ta bëje këtë? How could you make such a mistake? Si mund bësh një gabim të tillë? And I was preparing this message. Edhe ishte koha kur po përgatisja këtë mesazhin. I was like, oh. Edhe u kujtova, po. And so how does Jesus deal with Peter? Si merret Jezusi me Pjetrin? To have a little bit of context, they've gone out to fish. We've seen that. Tani ne e pam që ata kanë shkuar për të peshkuar. They've caught nothing. Nuk kanë kapur asnjë gjë. Jesus tells them, put the net on the other side. Jezusi thot hidheni rrjetën në anën tjetër. They catch lots of fish and he's there waiting for them. Ata kapin shumë peshq dhe Jezusi është aty duke pritur për ta. Let's read in John. Ja ta lexojmë tek Gjoni. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Mbasi dolën në tokë pa një zjarr me prush dhe me mbi të peshk dhe bukë. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Simon Pietri, Jezusi u tha atyre, sillni këtu disa nga peshqit që zu tani. Simon Pietri i përsëri në barkë dhe nxorën tokë rrjetën plot me peshq të mëdhenj, 153 dhe megjithëse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqye. Jesus said to them, come and have breakfast. Jezusi u tha atyre, jani tani mëngjes. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John,
do you love me more than these? Mbasi kishin ngrënë, Jezusi tha Simon Pjetrit, Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Po, Zot, tha Pjetri, ti e di sa unë të dua. Jesus said, feed my lambs. Jezusi tha, kulloti qingjat e mi. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? E pyet për herë të dytë, Simon nga Jona, a më do ti mua? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Edhe ai u përgjigj, po, Zot, ti e di sa unë të dua. Jesus said, take care of my sheep. Jezusi tha, ki kujdes për delet e mia. The third time he said, Simon, son of John, do you love me? Herën e tretë ai thot, Simon, biri i Jonës, Peter- Simon nga Jona, a më do ti mua? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? Pietri u lëndua sepse Jezusi e pyeti për herë të tretë, a më do ti mua? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Edhe Pietri tha, Zot, po ti di çdo gjë dhe ti e di që unë të dua. Dhe Jezusi tha, kulloti delet e mia. And how does Jesus deal with Peter? Si merret Jezusi me Pietrin? He doesn't ignore the mistake. Ai nuk e injoron gabimin. He doesn't rub salt into the wound. Nuk e gërmon atë plagën. Jesus brings Peter back to the fireplace. Ow, it's really hot. Jezusi e sjell Pietrin. It's This really is hot. colder. 1 second. There we are. It's all good. It's all good. There we are. Jezusi, There we are. so Jesus brings Peter. Jesus brings Peter back to the fireplace. Jezusi e sjell Pietrin prap tek oxhaku, tek vendi I zjarrit. To the same charcoal fire. Aty ku kishin ndezur atë zjarrin me qymyr. It's the same Greek word in John 21 Është e njëjta fjalë greke si te Gjoni 21, as the fire in John 18. si zjarri tek Gjoni 18. It's the same word. He brings him back to the fire Është I njëjti zjarr me qymyr. Jezusi e sjell prap atje. where he made his mistake. Atje ku ai bëri gabimin e vet. He asks him 3 questions, I bën 3 pyetje, like the 3 questions in which he denied knowing Jesus. si të treja pyetje që u bën kur ai mohoi Jezusin. You see, he wants to bring us back to help us face our mistakes and our failures. Jezusi do të na sjellë mbrapsh që ne të përballemi me gabimet dhe dështimet tona, To face our fallen human nature të përballemi me natyrën tonë të rënë njerëzore, so that we can be free. që të mund të jemi të lirë. You see, he wants to bring us back to help us. And he even asks Peter, he says it with Simon, son of John. Edhe ai, e shikoni, ai do të na sjelli përsëri në fillim që të na ndihmoj. Dhe shikoni si ai thot ai Pjetër, Which djali is Simonit. his name at the beginning before he becomes a disciple. Ishte emri I tij në fillim përpara se të bëj dishepull. He wants to Simon, face yes. who we are without him. Ai do që ne të përballemi kush jemi ne pa Jezusin. And you see, sometimes succeeding is accepting that we failed. Edhe shikoni, ndonjëherë të kesh sukses, do të thotë të pranosh që ke dështuar. Because it's only by facing our mistakes Sepse vetëm duke u përballur me gabimet tona, that we can admit that we need help ne mund të pranojmë që kemi nevojë për ndihmë. and that we can come to the other side. Edhe mund të kalojmë në anën tjetër. Now, I had a moment where it wasn't a mistake, but it was pain and trauma that I had to face. Unë kisha një moment në jetën time ku nuk ishte një gabim, po ishte shumë dhimbje dhe vuajtje që më duhej të përballesha. You see, I had a miscarriage. Kalova një dështim. And the only way to the other side Edhe vetmja mënyrë për të kaluar në anën tjetër was going through it, është të kaloja përmes saj, was facing it të përballesha me të, with Jesus and with the help of a psychologist. me Jezusin edhe ndihmën e psikologut. Because you see, what was meant to destroy and scar him for life Sepse shikoni, ajo që kishte qëllim për ta dëmtuar dhe shkatëruar Pietrin për gjithë jetën, Jesus wants to use to heal him and free him. Jezusi do ta përdor për ta shëruar dhe të çliruar atë.
And Jesus wants to bring you back to your mistakes, to your failure, where you've been marked by failure. Edhe Jezusi do të sjellë mbrapsht aty ku janë gabimet e tua, dështimet e tua, vuajtjet e tua, aty ku të jesh shenjuar nga këto ngjarje. Not so you beat yourself up. Jo që të i biesh vetes tënde me grushta. Or not so you stay there and you're like, oh, this is so horrible. Edhe as që të rish aty dhe të thuash, sa e tmeshme që është. And we stay stuck. E të ngecësh aty. He brings us back Ai na sjell mbrapsht so we can go forward që ne të mund të ecim përpara, and heal. e të jemi të shëruara, So we can accept që të mund të pranojmë that we need to turn to Jesus që duhet të kthehemi tek Jezusi. and his ways and who he says we are. Mënyrat e tij dhe kush ai thotë që jemi ne. You see, there was Peter's place of failure. E shikoni, ky ishte vendi I dështimit të Jezusit. And there was, this one's okay. It's all good. Thank you. And there was Jesus's place of restoration. Edhe ishte vendi I Jezusit për ripërtëritje. Jesus was present in his failure. Jezusi ishte prezent I pranishëm në dështimin e tij. In other gospels, one of them, he turns and he looks at Peter. Tek një nga ungjit lexojmë që ai kthe dhe shikon Pietrin drejt në sy. He was present in his failure. Ai ishte I pranishëm në dështimin e tij. And he is present in his restoration. Por ai është dhe I pranishëm në ripërtëritjen e Pietrit. But what allows you to pass from the place of failure Por ajo që të lejon ty të kalosh nga një vend dështimi to the place of restoration? në një vend ripërtëritje, What is between these two? çfarë ka midis këtyre dyave? Jesus' death and resurrection. Vdekja dhe ringjallja e Krishtit. E And there's a Jezusit. commentary that I love Dhe është një komentar që mua më pëlqen shumë, that says this. që thot pikërisht këtë. Peter cannot follow Jesus until Jesus has died for him. Pietri nuk mund ta ndjek Jezusin deri kur Jezusi vdes për të. Jesus wants us to live this restoration, Jezusi do që ne të jetojmë këtë ripërtëritje, this rigjenerim, resurrection. sepse këtë ringjallje, But for that, por që ajo të ndodhë, we need to get to the place and be in face of his death and his resurrection. ne duhet kalojmë në një vend ku duhet të përballemi me kryqëzimin dhe ringjalljen e tij. We need to accept that we need a savior. Duhet të pranojmë që na duhet një shpëtimtar. We need to accept that my sins, our failures, the things that we have been marked by, Ne duhet të pranojmë që mëkatet, gabimet, dhimbjet, gjërat që na kanë shenjuar jetën tonë, nailed him to a cross. ishin ato që e gozhduan në kryq. And if I want to follow him, Dhe nëse unë dua ta ndjek atë, I have to face my sins and where I've been marked. unë duhet të përballem me mëkatet e mia, ato që më kanë shenjuar. I cannot save myself, Unë nuk mund ta shpëtoj veten time, but Jesus, por Jezusi, he can and he does. ai mundet dhe ai e ka bërë. He is the bridge Ai është ura from our failure nga dështimet tona to being marked by restoration. tek të qenit e shenjuar nga ripërtëritja. Why Pse? does he want to bring us back to restoration? Pse do ai të na sjellë ne aty në këtë vend të ri, So that we can get back onto the line, që të mund të ecim, të kthehemi prapë në shtegun e dur, back onto the way, the truth, and the life. të kthehemi tek rruga e vërteta dhe jeta, The line that brings us to eternity. rruga që na çon në përjetësi. But in order to find that balance, Por në mënyrë që ta gjejmë këtë balancë, we need to accept that we can't find it. ne duhet të pranojmë që ne nuk e gjejmë dot. And we need to go to the one that does and did find it. Duhet të shkojmë tek ai që e gjeti dhe e bën këtë gjë për ne. You see, Jesus is the only one that balanced life perfectly. Jezusi ishte I vetmi që e balancoi jetën në mënyrë perfekte. He's the only one that got from this side of humanity Ai është I vetmi që kalon nga kjo anë e njerëzimit to that side of eternity. në anën tjetër të përjetësisë. And he reached what we have been trying to since the beginning of the fall.
Edhe ai arriti atë që ne jemi përpjekur të arrijmë që në fillim, që në rënien e njeriut. We keep trying and trying by ourselves. Ne vazhdojmë të përpiqemi me forcat tona. And we keep falling and failing and being marked. Edhe vazhdojmë të bijemi, të dështojmë e të shënjohemi. And the only way that we can keep going Edhe vetmja mënyrë se si ne mund të vazhdojmë is passing through his death and resurrection. është kur kalojmë përmes vdekjes dhe ringjalljes së tij, Following him, duke ndjekur atë, keeping our eyes on him. duke mbajtur sytë e fokusuar tek ai. And you see, when I was younger, Edhe dua të them, kur isha më re, I had an addiction to masturbation. unë kisha një varësi nga masturbimi. And it was in that moment I kept trying to get myself out of it, Edhe unë përpiqesha që të dilja nga kjo, but I kept failing po vazhdoja të dështoja. and falling. Bija. And it was in the moment that I faced my sin and what I had been marked by Edhe ishte momenti kur unë përballa me mëkatin tim edhe çfarë më kishte vulosur, that it brought me to my knees, literally. që rash në gjunjë, fjalë për fjalë. And that I came to a place of his death and his resurrection. Edhe erdha në një vend të vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, And that I needed a savior. që më duhej një shpëtimtar. And it was in that place Edhe ishte në atë vend with Jesus kur Jezusi, that I gave my life to him. kur unë I dhash jetën time Jezusit. And I had this image that he was making me whiter than snow. Edhe kisha këtë imazh që ai po më bënte më të bardhë se bora. That all I had been marked by Se çdo gjë që kishte shënjuar jetën time, was washed clean. u pastrua. And that I was now marked by restoration. Dhe isha shënjuar tani nga ripërtëritja. I was marked by the fact that I was a child of God. Isha shënjuar nga fakti që isha bie e Perëndis. And I could get back on the line Dhe with mund të him. kthehesha në rrugë me të. And recently my husband had a burnout. Së fundmi, këto kohë të fundit, bashorti im pati një ezaurim, burnout që quhet. And it helped us to face Edhe na ndihmoi që të përballeshim that we had failed in areas. që kemi dështuar në ca zona. You see, we thought we were following God's plan. E dini, ne mendonim që po ndishtim planin e Perëndis. But the burnout helped us see that we had distanced ourselves. Por ezaurimi na ndihmoi të shikonim që ne në fakt ishim larguar. We were trying with our own strength. Po përpiqeshim me forcat tona. We were no longer on God's way. Nuk ishim më në rrugën e Perëndis. And so we had to face our mistakes Na duhet të përballeshim me gabimet tona, to get back on the line. që të ktheheshim prapë në rrugë. You see, when we get back on the line E dini që kur kthehesh në rrugë, through restoration with Jesus, në atë rrugë kur ripërtëritja është Jezusi, we are no longer alone. nuk jemi më vetëm. We are now able to hold on to Jesus Tani kemi mundësinë që të mbërthehemi pas Jezusit, so that he can guide us forward because he knows the way. që të mund na drejtojë rrugën sepse ai është udha. But before you think it's going to be an easy ride, Por përpara se të mendosh që do jetë e lehtë, just know that you will get distracted. ta dish që do shpërqendrohesh. You will fall again. Do ketë raste që do biesh sërish. Peter, just after his restoration, Pietri fiks pas ripërtëritjes së tij, okay, he's back on the line. He's like, yes, I'm a disciple again. u kthye në rrugë. And then Jesus talks about John and Edhe about the u fact that kthye he's në going to rrugë. live and that Peter's going to die. Mendon që është në udhën e dur edhe Jezusi është duke folur për Gjonin, çfarë do t'i ndodhi në të ardhmen të dyve. No, wait. He talks about Peter's dying. Sorry, I Yes. got it wrong. Flet për vdekjen e Pietrit, And Peter says, wait a second, what about John? edhe është një moment që Pietri kthehet I thot prit. Po çfarë do t'i ndodhi këtij dishepullit? And so he falls back into comparison again. Edhe ra përsëri në krahasim. But it's okay Por është normale të ndodhë, because we can simply come back sepse ne kthehemi prapë mbrapsht to Jesus' death and resurrection again, to get back on the line and keep going. tek vdekja dhe ringjallja e Jezusit, që të kthehemi prapë në rrugë dhe të vazhdojmë para. I want to invite you to close your eyes. Dua t'ju ftoj tani të mbyllni syt.
I want you to imagine a failure that comes to mind. Dua të imagjinoni një dështim që vjen në mendjen tuaj. Maybe it's an addiction. Ndoshta është një varësi, Maybe it's a mistake you've made. ndoshta është një gabim që ke bërë, Maybe it's hurtful words you've said, ndoshta janë fjalë të rënda që i ke thënë dikujt, a lie you've told. një gënjeshtër. Imagine now walking towards this moment of failure. Imagjino në këtë moment si kur po ecën drejt këtij momenti dështimi. You see Jesus in the distance. Shikon nga larg Jezusin. He's waiting for you. He's waiting for you Ai është aty duke pritur për ty, at this place. te ky vend. He's inviting you to eat with him. Ai po të fton të hash me të. He asks you if you love him. Ai të pyet nëse e do atë. What do you say? Çfarë thua ti? He wants to free you from the burden you are carrying Ai do të shiroj ty nga barra që po mban, and restore you as his child. të rikthej ty në vendin si fëmia i tij. What is he asking you to do? Çfarë po të kërkon të bësh? Jesus wants to replace the lies in your head Jezusi do t'i zvendësoj gënjeshtrat në kokën tënde with his truths. me të vërtetat e tij. What are these truths that he's telling you now? Cilat janë këto të vërteta që po t'i thot tani? He shows you his scars, Ai të tregon ty shenjat e veta, the pain and the burden that he carried for you. dhimbjen dhe barën që ai mbajti për ty, That everything is finished. që çdo gjë është kryer, You just have to follow him. vetëm të duhet të ndjeksh atë. Are you ready to get back onto the line A e gati të kthesh përsëri në udhën e dur, and follow him? ta ndjekësh atë? Jesus, Jezus, I just want to pray for all the women in this room. dua të lutem për gjitha gratë në këtë dhomë. I just pray that in this moment Unë lutem që në këtë moment that you would give them the strength and the courage që ti do t'u japësh forcën dhe kurajën to face të their marks përballen, of failure, të përballen me humbjet dhe dështimet, to face the scars that they're trying to hide and cover up, të përballen me plagët që po përpiqen t'i mbulojnë e t'i fshejnë, but that they would not face them by themselves, që nuk do t'i përballin ato vetëm, that they would face them with you, po do t'i përballin ato me ty, loving you, duke të dashur ty. the one who helps us to face them with love, Ai që na ndihmon ne t'i përballim të gjitha me dashuri, with gentleness, me butësi, so that we would be restored, që të mund të jemi të ripërtërira, so that we would get back onto the way, the truth, and the life. që do të kthehemi tek udha e vërteta dhe jeta. Lord, I want to pray that women tonight would be freed, Zot, unë lutem që gratë sot do jenë të çliruara. that the chains that have been holding them, Zinxhirët që i kanë mbajtur ato, the chains of the past, zinxhirët e të kaluarës, the chains of mistakes and failures, zinxhirët e gabimeve dhe dështimeve, that they would be broken now, që do të kputen e thyen tani. that they would have no authority over their lives now, Nuk do të kenë autoritet mbi jetën e tyre tani.
Jesus, thank you that you broke them at your cross. Jezus, faleminderit që I thyeve këto pranga në kryqin tënd. That you are the bridge that allows us to pass from this side of humanity to your side of eternity. Që ti e ura që na lidh nga kjo anë e njerëzimit në anën tjetër tënde të përjetësisë. Free us now Na çliro tani, Zot, and forevermore. dhe përgjithmonë. Amen. 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 I'm going to just invite you to worship God now. Do t'ju ftoj të adhuroni tani. And if you have sins that you feel you've been marked by, Edhe nëse ke mëkate që ti mendon që ke qenë e shënjuar, or maybe it's something that someone else has done to you and you've been marked by their sins, ose është dikush që dikush tjetër ka bërë kundër teje dhe ti je e shënjuar nga ajo ngjarje. I want to encourage you to come and pray, Dua t'ju inkurajoj të vish e të lutemi tek këndi to lutjes. come and search for that restoration in Jesus, Eja dhe kërko për këtë shpengim dhe ripërtëritje në Jezusin. so that you would leave this ladies' lounge free, Që të mund të largojni nga kjo ladies lounge të lira, covered by his blood, të mbuluara nga gjaku I tij, covered by his freedom, by his freedom. të mbuluara nga liria e tij. Amen. 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 Thank you so much, Emanuel.